Mjafton që të prishet moti në Shkodër dhe të parët që e pësojnë janë lagjit periferike. E tillë është Adze Valentini, e cila ndodhet në lagjen e njohur si Tre Heronjt, një rrugë dytësore jo pak e rëndësishme. Grumbullimi i plerave dhe gjendja e miruar e rrugës u ka vështirësuar së tepër mbijetesin banorëve të kësaj zone. Këta të fundit shpresojnë që tashmë me hyrjen e vitit 2016 gjërat do të vinë duke u përmirësuar. Gjatë shumë viteve vazhdojnë të hedhin plena këtu. Plenat janë problem për ne kënjena. Avullia është edhe drejt shemjes prej peshës si i bajnë plenat, edhe rruga është katastrofë. Shife qa bëhet, rruga, plehrat, qa me të thanë ma ashtu, edhe në rrugë tjetër nuk kena, vetëm i këtë rrugë, na futet ujtë mërën. Qa mu thanë, plehna, tu sot frenier, tonë shpijat mushen me plehna me gjana. Mungesën e këtyre kushteve minimale për një ambient të përbashkët brenda normave, ata ja faturojnë pushtetit vendor, i cili sipas tyre gjithmonë nuk e ka në prioritet lagjit periferike të metropolit verior. Janë rreth 50 familje që zgjohen çdo ditë në praninë e mbeturinave dhe gropave të mëdha me ujë dhe balt. Me rikthimin e rreshqeve, situata do të vijë duke u përkeqësuar, pasi kjo gjendje përveç se bllokon lëvizjen e lirë, rrezikon edhe spostimin e mbetjeve, të cilat mund të hyjnë në oborret e shtëpive.